O qengji I Zotit që shlyen mëkatet e botës. O qengji I Zotit që shlyen mëkatet e botës. Me mbrojtjen tënde përngasjen, o shenjtja nana e të Zot, mos na I përbuz lutjet ndër nevojat tona, por orvjeshra e lume dhe e bekuar, na shpëtoj për herë prej të gjitha rreziqesh, soja jon dhe ndërmjetëse jona, me birin tënd na pajton, birit tënd na porosit, dërguar të birit tënd na lëshon. Lutu për ne o shenjtja nana e të Zot. Të vami të dej për premtimet e Jesu Krishtit. Të lutemi. Jep na ne shërbëtorëve tuaj, po të lutemi o Zot, t'i gëzohemi për herë shëndetit të shpirtit dhe të trupit, e në përndërmjetësi të së madhërishme dhe gjithmonë Virgjëres Mari, t'i shpëtojmë trishtimit të tashëm, dhe t'i gëzohemi gazmendit të anshueshëm, në për Krishtin Zotin ton. Amen. Në Patrit të Fillit dhe Shpirtit Shenjtë. Amen. Vllazën e motra, para se të fillojmë me meshën shejtë, dua që në emër të të gjithë juve dhe në emrin tim, me shumë kënaqësi, respekt dhe dashuri ta përshëndesim Don Fatmir Kuliçin, familjarin e Stublës, zëdhënësin I Peshqvisë së Kosovës, drejtorin e shtëpisë botuese Drita, që sot për herë të parë do të udhëheq meshën shejtë në fshatin tonë të bukur, në komunën tonë të mirë të Suareks. Bashk me Don Fatmirin I përshëndesim dhe dy vëllezërit beshtar, Don Pashkun dhe Don Ambrozin. Dhe në emër po ashtu të gjithë neve si bashkësi e Sallagrasës, përshëndesim shumë kryetarin tonë të nderuar e shumë të dashur, zotëri Bali Muarrimaj, bashkë me bashortën që sot janë me ne, si çdo herë tjetër, na nderojnë me praninë e tyre, edhe në festa, por edhe kur kemi raste pikëllimi. Të gjithë mirë se keni ardhur. Jemi të lumtur që sot ne si bashkësi e themi meshën me papën e ri që kemi zgjedhje,
E me lutë ndërmjetësinë e pajtorit tonë Shënkollit që Papa Leonit të 14 t'ja bekon papnin e tij ta ndihmon me udhëheq kishën shejte drejt suksesive të reja. Shënkollin i dashur i pranoft lutjet dhe njetet që ja bëjmë sot për neve, për kishën, për popullin dhe Kosovën tonë të dashur. Me këto ndjenja gëzimi, për këtë festë të bukur, e thrasim Don Fatmirin për të filluar me meshën shenjtë. Në emër të Atit, të Birit e të Shpirtit Shenjtë. Amen. Zoti qoftë me ju. Me shpirtin tënd. Vëllezër dhe motra, në fillim të kësaj meshe, me gjithë zemër të pendohemi për fajet dhe mëkatet tona, që të mund të marrim pjesë densisht në këto mistere të shenjta. Po i rfehem. Ju të gjithë pushtetshëm, dhe juve o vëllezër dhe motra, se kam katnuar shumë, me mendime, me fjalë, me vepra dhe me dëshime, për fajin tim, për më të madhin fajin tim. Prandaj po i porositem Selunës Mari, gjithmonë vjeshër, të gjithë engjëjve, shenjtërve, dhe juve o vëllezër dhe motra, që të luteni për mua Zotin hyjën tonë. Hyj i gjithë pushtetshëm pas të mëshirë për ne, na i falë të mëkatet tona dhe na përcjell në jetën e pasosën. Amen. Në lartësi qiellore. O Jezu Krisht,
shpirtin shëjt, në lumturinë e drejta. Të lutemi. O hyj i gjithë pushtetshëm me provojtri, po të lutemi, që me ndërmjetësinë e shënkollit i peshkë, ti shtosh në ne dhuratat e hirit të, dhe të na japësh paqen në ditët tona, në për Zotin ton Jezu Krishtin mirin të, që me ty jeton e mbretron në bashkim me shpirtin shejt hyj, për të gjithë shekujt e shekujve. Amen. Keni kujdes për vete e për grigjen, mbi të cilën shpirti shenjt ju vurin mbikëqyrës. Lexim prej veprave të apostujve. Në ato ditë, nga Mileti, Pali dërgoi e i thirit të parë të kishës. Kur arritën, u tha: ju e dini se si jam sjell ndër ju për tërë kohën, qysh prej ditës së parë kur erdha në Azi. Keni kujdes për vete e për grigjen, mbi të cilën shpirti shenjt ju vurin mbikëqyrës. Udhëheqeni kishën e hyut, që me gjakun e vet e fitoj për vete. Unë e di se pasi të shkoj vet, midis jush do të hynë ujq grabiqar, të cilën s'do ta kursejnë grigjen. Po edhe midis jush do të ngrihen disa njerëz, të cilët do të shtrinë mësime të rrejshme për të tërhequr pas vetes nxënësit. Prandaj, rini zgjuar e mos harroni se për 3 vjet, pa pushuar as natë as ditë, me lot përfaqe, jam munduar të mësoj secilin prej jush. E tani po ju lë në dorë të hyut dhe të fjalës së hirit të tij, e cila është e aftë t'ju edukoj e t'ju jap trashëgimin ndër të gjithë të shëtruarit. Kur i kreu këto fjalë, u ul në gjunjë bashkë me të gjithë dhe u lut. Fjala e Zotit. Në përfusha të gjelbra, a i me je pushim. Me prin në ujra të qeta, shpirtin ma përtrin. A i me prin shtigjeve të drejta në sajt të dashurisë së emrit të vetë. Zoti është harrojë, asgjë nuk më mungon, asgjë nuk më mungon. Po edhe në kalofsha në përloginën e hijes së vdekjes, strembem nga keqja, sepse ti je me mua. Thupra jote dhe kërraba për mua janë ngushëllim. Zoti është harrojë, asgjë nuk më mungon, asgjë nuk më mungon. Ti ma shtron tryezën përpara, ndër sy të armiqve të mi. Me vaj ermir kryt ma lyen, gotën ma mbush plot e për plot. Zoti është harrojë, asgjë nuk më mungon, asgjë nuk më mungon. Hiri dhe mirësia do të me përcjellin në të gjitha ditët e jetës sime. Do të banoj në shtëpinë e Zotit derisa të jem gjallë. Zoti
Ti është vari ujë, asgjë nuk më mungon, asgjë nuk më mungon. Lexim prej letrës së Shën Paulit Apostull drejtuar Salonikasve. Vëllezër, morëm guxim me ndihmën e hyjit ton, ta predikojmë ungjillin e hyjit ndër ju, sado që me luftë të madhe. Vërtet predikimi ynë nuk vjen nga gabimi, as nuk ka qëllime të papastra, as nuk mbështetet në dinakri, por sikur se hyji vendosi të na besoj ungjillin, ashtu edhe ne e predikojmë. Jo sikur se të donim t'ju pëlqejmë njerëzve, por hyji që i shqyrton zemrat tona. Sepse, si që dini mirë, askur nuk përdorëm fjalë përkthelse dhe hyjin e kemi dëshmitar, as dëshirë të fshet të lakmimit të pasurisë. Nuk kërkuam as lavdi për njerëzve, as për jush, as për tjetër kujt. Edhe pse mundëm të vëmë në pa autoritetin ton si apostujt e Krishtit. Përkundrazi i qem ndër ju të butë, por si nëna që ushqen dhe kujdeset për fëmijët e vetë. Këndej për dashurisë që kemi për ju, ishim të gatshëm t'ju shpallim jo vetëm ungjillin e hyjit, por t'ju jepnim edhe jetën tonë. Kaq ju kemi pasur për zemër. Fjala e Zotit. Alleluia, 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 alleluia. Mbretëria e hyjit është në mesin tuaj, thot Zoti. Shkoni e shpallini lajmin e paqes të gjithë njerëzve. Alleluia, 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 alleluia. Zoti qoft me ju. Leximi i Ungjillit shejt sipas Mateu. Lumturin të qoftë o Zot. Në atë kohë të 11 nxënës që shkuan në Galile në atë mal, ku kishte urdhëruar Jezusi, kur e pa në adhuruan, por disa dyshuan. Jezus ju afrua u tha: me zhdën çdo pushtet në qiell e në tokë. Prandaj, shkoni e bëni nxënës të mi të gjithë popujt. Pagëzoni në emër të Atit e të Birit e të Shpirtit Shenjtë. Mësoni të zbatojnë gjithçka ju kam urdhëruar, dhe ja, unë jam me ju gjithmonë deri në të sosur të botës. Fjala e Zotit. Lavditi o Krisht. Të dashur vëllezër dhe motra, të përshpirtshmit e shënkollit, qoftë lëvdue Jezu Krishti. Në fillim, dëshiroj me falenderu Dom Albertin, fomëllitarin e juaj, për ftesën që të pri në këtë kremtim solem të Eukaristisë në festën e shënkollit, pajtorin e kësaj kishe. Është me të vërtet nder për mu dhe gëzohem që sot e kremtoj këtë meshë të shenjtë bashkë me ju, besimtar të dashur, me të gjithë të përshpirtshmit e këtij shenjti të madh dhe me shtekttarët që kanë ardhur nga famulli të tjera. Po ashtu një nder që ta kemi edhe kryetarin e komunës dhe bashkërisht si një prani
me i nderue figurat të mëdha të historisë shpirtërore të cilës ne i përkasim. Vëllezër dhe motra, nuk ka njeri që e lidh identitetin e vet me krishtërimin e të mos ketë pasur dëshirë të paktën një herë në jetë të studioj jetët e shenjtërve, apo të mos jetë bërë kurreshtar të di më shumë për jetën e tyre të shenjtë, ose akoma më shumë të ndjej thirrjen për të jetuar një jetë të shenjtë. Shenjtrit janë njerëz që tërheqin mendjen dhe zemrën tonë. Ata kanë diçka që edhe ne do të donim ta kishim. Nuk është kjo një kurreshtje e zakonshme si për ndonjë aktor apo model, por është një pasuri që kisha e shenjtë e ruan tek disa prej anëtarëve të vet, shpirtra të shenjtë që kanë lejuar të përqafohen nga hiri i hyjt, që kanë hapur zemrën dashurisë së hyjt dhe janë bërë aq të lidhur me të sa, siç e thot edhe Shën Pali, nuk jetoj më unë, por Krishti jeton në mua. Këta janë të krishterë që kanë lejuar të formohen nga një pedagogji hyjnore, nga butësia dhe durimi i Zotit. Me fjalë të tjera, janë njerëz që janë ba ungjilli gjallë dhe në jetën e tyre është bërë dukshme dhe ndjeshme prania e Zotit. Një prej këtyre të krishterëve të dalluar ka qenë dhe është Shën Nikolli, apo siç i themi ne, Shën Kolli. I lindur në patarat e Azisë së Vogël, Licia, në shekullin e 3. Edhe pse nuk kemi shumë të dhëna për jetën e tij, dim se ai ishte bir i prindërve të pasur që për një kohë të gjatë nuk mund të kishin fëmijë. E më pas Zoti u adhuron Nikollën, të cilin e quajtën sipas xhaxhait të tij që ishte i peshgëv i mirës. Ai e trashëgoi pasurinë e prindërve, por kur nuk u bë njeri i prirë nga pasuria. Që si fëmijë, Nikollaj tregoi një dashuri të veçantë për njerëzit, ndjeshmëri të krishterë dhe virtyte që ja kishin dhënë prindërit e tij të mirë, të cilët fatkeqësisht vdiqën herët, për të kujdes për të e mori kujdestarin xhaxhai i tij, që e drejton drejt jetës meshtarake dhe i mbjell ndjenjën e shejtrisë dhe të përshpirtnisë. Shën Kolli u shëgrua me shtar dhe synimi i tij ishte të përhapte dashurinë që pati për Krishtin dhe për njerëzit. Pas vdekjes së xhaxhait të tij i peshgëv, populli mendonte se ai do ta pasonte si i peshgëv. Por, për shkak të probujtrisë e tij të madhe, nuk pranoi. Madje u largua drejt tokës së shenjtë, ku jetoi si eremit dhe vizitoi vende të shenjta. Pas disa vitesh, ai u kthye pikërisht në kohën kur i peshkvi i mirës vdiq. Këtëherë, ai nuk mundi ta refuzoi thirrjen dhe e pranoi të bëhet i peshkëv i mirës, që është sot në territorin e Turqisë. Biografitë e tij tregojnë se ai kalonte netët në lutje dhe ditët duke ndihmuar të varfërit dhe duke përhapur fenë. Luftoi gjithmonë kundër padrejtësive dhe tregoi dashurinë ndaj të afërmit, në të cilën shihte në ta fytyrën e Zotit. I lidhur shumë me agjërim dhe me shërbesin e tij të palodhur, në moshën 58 vjeçare, pikrisht me 6 dhjetor të vitit 327, ndroi jetë dhe u varros në katedralen e Milës. Më vonë, për shkak të pushtimeve otomane, eshtrat e tij u transferuan në barit e Italisë, ku edhe sot nderohen e për nder të këtij transferimi bëhet edhe kjo festë që ne e quajmë Shën Kolli i pranverës. Vëllezër dhe motra, nga jeta e Shën Kollit mund të mësojmë se si të jetohet feja dhe dashuria. Legjendat tregojnë se që fëmijë bënte vepra të mira dhe ndihmonte të varfrit dhe të smurit me pasurinë e tij, të cilën e trashëgojnë nga prindrit. Një nga historitë më të njohura flet për një fisnik
që s'kishte para për t'i martuar 3 bijat e tij dhe mendonte t'i shiste, t'i keqpërdorte. Nikoli natën u linte thesaret e arit në dritare. Në një rast hedhë monedhat përmes gjakut dhe ato bien në çorapat që pëthaheshin. Kjo ngjarje gjeneroi traditën e vendosjes së dhuratave në çizme dhe figurën e Shën Nikolës si një dhurues i madh i fëmijëve dhe i të rinjve. Shën Nikola është gjithashtu pajtor i detarëve, peshkatarëve dhe udhëtarëve. Thuhet se gjatë një udhëtimi drejt tokës së shenjtë, ai e qetësoi detin me lutjet e tija. Nderimi për të shtrihet që nga shekujt e parë, do me thanë që nga shekujt e katërt. Dhe në viset tona gjithashtu që dëshmojnë kishat dhe një përshpërtri dhe devocion i përhapur gjithandej popullor në vendin dhe në kishën tonë. Shën Nikolli është një shenjt ekumenik i gjithë kishës, i dashur nga katolikët dhe nga ortodoksët. Ai nuk i përket vetëm njëriti apo kombi, por është pasuri e përbashkët e kishës së Krishtit, sepse është formuar dhe ka vepruar në atë periudhë të lashtë të unitetit e krishterë, kur ende nuk kishim ndarje midis lindjes dhe perëndimit. Ai na lidh me kishën e hershme, atë kishë që në frymën e saj universale dhe nëpërmjet koncileve të para ekumenike artikuloi besimin që ne sot e shpallim me gojën tonë dhe e ruajmë me zemër, e të cilën ne do ta themi pas predikimit. Të dhënat historike tregojnë se Shën Nikolli mori pjesë në koncilin e Nikes në vitin 325. Koncil i thirrur nga perandori Konstantin, Dardan i trojeve tona, ku mbledhen i peshkujt në mbar perandoria romake për të shëruar dhe mbrojtur të vërtetat themelore të fesë sonë, e që si vjet kremtojmë për vjetorin e 1700. Në atë koncil u shpall besimin e hyin njëni dhe trini, duke pohuar hynin e Krishtit kundër një herezie që quaj ariane dhe u formulua besojma apo kredoja, që është simboli i fesë sonë, që ne sot e shqiptojmë në çdo mesh si shprehje e bashkimit tonë me kishën mbar katolike, por edhe me kishën që e kemi trashëguar nga të parët tonë. Në mesin e pjesëmarrësve në atë koncil ishin edhe i peshqvi nga trojet tona ilire, nga Ulpiana, Shkupi, Durrësi, dhe me gjas edhe nga Prizreni i afërt i yni këtu. Këta burra të shenjtë janë takuar me Shën Nikollin, kanë dëgjuar urtësinë dhe forcën e besimit të tij dhe kanë marrë nga ai shembull të një i peshkvi që është i përvuajtur në zemër, i fortë në doktrinë dhe i zellshëm në dashuri. Kjo është një trashëgimi që ndriçon edhe sot rrugtimin tonë si kishë. Është ngushëllim i madh për ne të dimë se jemi pjesë e kësaj kishe me rrënjë të thella që ka lindur dhe është forcuar në bashkimin me kishën e lashtë apostolike dhe që ruan gjurmët e shenjtërve dhe martirëve të saj në çdo brez. Le të ndalemi për një çast në këtë skenë të bukur, të thellë, që nuk e përshkruajnë librat historike me detaje, por që mund të imagjinojmë me zemrën e besimit tonë. Në vitin 325, pas Krishtit në qytetin e Nikes, sot qytet në Turqinë, Izmir, por që mund të imagjinojmë sepse është një skenë e bukur, ku i peshqvit nga mbar perandoria romake mblidhen për herë të parë në një koncil ekumenik. Mes tyre, figura që rrezaton me përvojtri e fortë shpirtërore ka qenë shenjti ynë, shenjti Shinkoll, i peshqvi i mirës. Dhe në atë kovent të shenjt nuk mungojnë as i peshqvi tonë, i peshqvit e trojeve tona nga Dardania e shenjt, nga Ulpiana, Prizreni, Shkupi, Durrësi e të tjerë.
Me lionit juftoj me mendje dhe me zemër të përftyrojmë këtë takim, çfarë ka qenë. E ndoshta kishin dëgjuar për shembullin e tij të shkëlqyer që bënte Shënikolin e Mirën, por nuk e kishin takuar ndoshta asnjëherë. Po takoheshin për herë të parë e me i peshvin e Ulpianës, një burr i veshur me rrobën e thjeshtë të një bariu shpirtrash nga Dardania. Ata ndajnë bukën, ndajnë besimin, ndajnë shqetësimet për një përpopullin e tyre. Flasin për gabimet, herezit që po përhapeshin, për nevojën për t'i ruajtur besimtarët në të vërtetën, për kishën që ka lindur në për persekutime dhe që tani duhet të ndërtohet mbi themelin e sigurt të një doktrine të vërtetë mbi Krishtin. A nuk është prekse, të dashur vëllezër dhe motra, të mendojmë se në atë koncil për krah Shënkollit, që sot nderohet në gjithë botën, kanë qenë dhe kanë qëndruar edhe barin tanë, paraardhësit tanë i lirë, paraardhësit tanë në fe, duke folur me një zë të vetëm për ta shpallur atë që ne besojmë. Besoj në një hyj të vetëm. Po, vëllezër dhe motra, në atë kohë të largta ne ishim aty, jo vetëm si dëgjues, si spektator, por ishim si dëshmitar të fesë dhe dëshmitar aktiv. Kjo është trashëgimia jonë dhe kjo është një nder i madh i yni. Të kemi qenë të bashkuar me zërin e kishës, që është e vetme, e shenjtë, katolike dhe apostolike, që përmes koncileve ekumenike mbrojti të vërtetën e hyjit që u bë njeri, Krishtin shpëtimtarin tonë. Çfarë do të ketë ndjerë Shënkolli në atë takim? Ndoshta e pa në sytë e tyre të njëjtën dashuri për kishën, të njëjtin zjarr për shpëtimin e shpirtrave. Ndoshta u lut për ta, që të mos shuhej zëri u ngjillet në viset e largta të Ulpianës, të Dardanisë. Dhe të ndodhi kjo e vërtetë. Zoti e dëgjoi Shënkollin, sepse fjala u rujt, feja u bart, u transmetua, dhe ne sot jemi këtu, në këtë vend të bukur. Fryti i atij takimi të shenjtë, bij të asaj kishe që e deshën deri në fund. Të dashur besimtar, kjo fest nafton të mos harrojmë kush jemi. Nafton të jemi krenar jo me një krenari njerëzore, që është kalimtare dhe nga njëherë edhe e dëmshme, por me përvojtrinë e atyre që din të kujtojnë rrënjët e veta, sepse pa rrënjë nuk ka trung as fryte. Kishë son nuk i mungojnë rrënjët, por ndoshta ne kemi harruar e jemi lodhur ta ujisim trungën e saj. Sot, le ta bëjmë këtë. Le ta ripërtrim dashurin për kishën, për traditën, për shetrit, për bashkimin ton. Të dim të ecim të bashkuar rreth një të ardhme, rrënjët e të cilës kësaj të ardhme i kemi të shetrit, të barind shembullor të Dardanisë ton të lashtë. Shënkolli dhe i peshkvi tanë të hershëm naftojnë të jemi të bashkuar, të guximshëm dhe të shenjtë. Le të bashkohemi me ta në lutje, në besim dhe në dëshmi, le të mos kemi frikë të jetojmë si ata. Si bijë të kishës, si vëllezër në Krishtin, si shërptor të së vërtetës që çliron. E vetëm në këtë mënyrë mund të ruajmë identitetin ton kombëtar, atë për cilët edhe jemi aq krenar dhe të gëzuar që e bartim në zemrat tona. Të dashur besimtar, kjo nuk është vetëm një histori, kjo është trashëgimia jonë. Ne jemi bij dhe bija të kësaj tradite, të kësaj kishe të shenjtë dhe katolike që nuk e ka humbur asnjëherë zërin e saj. Dhe kur ka qenë e vogël, edhe kur ka qenë e shtypër, e persekutuar dhe kemi menduar se ka qenë mbytur. Shënkolli, përmes jetës e tij na kujton se rruga e vërtetë e kishës
është rruga e dashurisë dhe e unitetit. Ai është ujë që lidh lindjen me Perëndimin, që thërret të gjithë të krishterët të kthehen te ajo dashuri e parë për Krishtin dhe për kishën e tij të pandarë. Ai na fton të mos kemi frikë të jetojmë besimin tonë në mënyrë të plotë, jo të reduktuar, por të bashkuar, dëshmitare me kishën, me shetrit dhe me njëri tjetrin. Nuk ka të krishter privat, nuk ka katolik privat, ka katolik në bashkësi. Ashtu si që tha mbrëm edhe Papa i ri, Leoni i 14, të bashkuar me njëri tjetrin dhe duar hapur për t'i pranuar të gjithë, mund të ecim përpara. Kur nuk duhet ta mbyllim derën, por me dyer të hapur ashtu si që keni ju gjatë festave që është tradita jonë, i hapim dyert e oborrit dhe të shtëpisë dhe i mirëpresim mysafirët për të festuar dhe për të kremtuar gëzimin e festës sonë. Këta e kanë jetuar edhe barin tanë të lashtë deri në ditët tona, këtë dëshmi së bashku me Shën Nikolin. Ne duhet prandaj t'i përngjajmë atyre sparin shejtni, që është forma më e përsosur e të qenërit tonë, e ekzistencës tonë, e jetës tonë. Mandej në dëshmi për ta quar kishën tonë edhe tek ata, vëllezër dhe motra, që akoma nuk e njohin virtytin, dashurinë, forcën dhe atë hir të cilën e ka, dhe këtë të vërtetë të cila shpëton. Sepse ne jemi pasardhës të këtyre shetërve, dhe vetëm si të tillë do të mund të jemi edhe në të ardhmen. Prandaj ta ruajmë këtë trashëgimi me besnikëri, ta jetojmë me guxim dhe ta përcjellim me dashuri, sot dhe në gjeneratat që do të vijnë. Dhe është Zoti, që përmes ndërmjetësimit të këtij, pra të shenjtit shëngon, të marrim edhe ne hirin për të jetuar jetën sipas Ungjillit, që është kushtetuta e qytetërimit të dashurisë. Dhe sipas shembullit të tij, e pasardhësve tan, paraardhësve tan, shenjtër, barin, dëshmitar, njerëz të mendjes dhe të zemrës, ta përhapim fenë e gjallë të dashurisë në familjet tona, ndërfshinjet në shoqëri dhe që përmes nesh Zoti të mund të flasë përsëri dhe ta përhap qytetrimin e dashurisë, që është qytetrimi vetëm që jep kuptim të vërtet për çdo njeri. Amen. Qoftë lëndue Jezu Krishti. Qomin kam dhe ta dëshmojmë fenë tonë. Besoj në një hyj të vetëm. Padre që përshtetshëm, krijuesi i qiellit dhe tokës, edhe një Zot të vetëm, Jezu Krishtin, një të vetmin birin e hyjit, lindur prej Atit para të gjithë shekujve, hyj prej hyjit, hyj prej dritës, hyj e vërtet prej hyjit të vërtet, i lindur jo i krijuar, me një shenjshëm me Atin, nëpërmjet të cilit janë krijuar të gjitha sendët, ai për ne njerëzit, dhe për shpëtimin tonë zbriti prej qiellit, e u bëshua për virtyt të Shpirtit Shenjtë, prej Virgjës Mari, e u bë njeri, e u kryqëzuar për ne në Poncion Pilat, soi dhe u varros, dhe u ngjall të tretën ditë sipas shkrimeve, e u ngjit në qiell dhe rri në të djathtën e Atit, dhe përsëri dhe të vijë me lavdi për të gjykuar të gjallët e të vdekurit. E mbretënia e tij nuk do të ketë mbarim. Besoj në Shpirtin Shenjtë, që është Zot dhe jetëdhënës, që rrjedh prej Atit dhe prej Birit, dhe së bashku me Atin e me Birin, adorohet e lavdërohet, që foli me anë të profetëve, edhe një kishë të vetme, të shenjtë, katolike dhe apostolike, dëshmoj një pagësim të vetëm për faljen e mëkateve, pres ngjalljen e të vdekurve dhe jetën e pasosur. Amen. Vëllezër dhe motra,
Sot në festen e pajtorit tonë shënkollit, me fe, shpresë dhe dashuri, ja drejtojmë lutjet atit tonë të mirë për ne këtu të pranishëm, për gjithë kishën dhe popullin tonë, duke thënë së bashku, dëgjoje o Zot lutjen tonë. Dëgjoje o Zot lutjen tonë. Për Papën e ri, Leonin e 14, i peshvin tonë Dodën, famullitarin dhe motrat tona, si dhe për të gjithë meshtarët dhe rregulltarët që sipas shembullit të pajtorit tonë shënkollit, të jenë barin të mirë për grigjen e tyre, të lutemi. Dëgjoje o Zot lutjen tonë. Për popullin tonë shqiptar, që të vlerësoj sakrificën e të parëve tanë për fe dhe për atë dhe të punojmë më shumë e më mirë, që të gjithë të jetojmë në paqe e dashuri me Zotin dhe me zveti, të lutemi. Dëgjoje o Zot lutjen tonë. Me ndërmjetësin e pajtorit tonë shënkollit, ndihmoju prindërve tanë të kujdesen për edukim sa më të mirë të fëmijëve, që jeta atyre të jetë shembull i mirë për ta, të lutemi. Dëgjoje o Zot lutjen tonë. Për fëmijët dhe rinin tonë, ndihmoju shënkoll në jetën e tyre të mos harrojnë obligimet dhe përgjegjësitë që i kanë ndaj familjes dhe në shkollë, të kujdesen edhe për të mirat shpirtërore, të lutemi. Dëgjoje o Zot lutjen tonë. Për meshtarët dhe motrat që shërbyen në famullinë tonë dhe të gjithë besimtarët që kanë kaluar në amshim, pranojnë mbretërinë tënde, të lutemi. Dëgjoje o Zot lutjen tonë. O atë, me ndërmjetësinë e pajtorit tonë shënkollit, pranoj lutjet që i tham në zë dhe ato të mbetura në zemrat e të gjithë neve. Në ndihmo të ndjekim shembullin e shenjtërve të tu, që pas kësaj jete të vijmë për të jetuar me ty në amshim, në për Krishtin Zotin tonë. Amen. Para hyjit atit të gjithë pushtetshëm. Ai është dalë për ne nga vitë emrit të ti, si edhe për dobin tonë, e të mbar kishës së tij të shenjtë. Shikoj me mirësi o Zot kushtet që po i paraqesim në altarin të, në prokujtimin e Shën Nikollit, dhe sikurse kjo fli e eukaristike dha lumturinë qiellore, neve na e dhasht faljen e të gjitha fajeve, në për Krishtin Zotin tonë. Amen. Zoti qoftë me ju, dhe me shpirtin tënd, ti lartësojmë zemrat. Jemi të Zotit.
është punë e drejtë dhe drejtë. Për një mend është punë e drejtë dhe drejtë, është detyra jonë dhe burim shpëtimi, të të falenderojmë gjithmonë e gjithkohë ty, o Zot, Ati i shejt, Hy i gjithëpërshtetshëm dhe anëshuar, në për Zotin ton Jezu Krishtin. Sepse ti e gëzon kishën tënde në festën e shënkollit, e përtrin me shembullin e jetës së përshpeshme, e mëson me fjalën e predikimit dhe e mbron me anë të lutjes që ty të pëlqen. Dhe prandaj me turmën e engjëjve dhe të shenjtërve, po këndojmë himnin e lavdit, duke thënë pa pushim. Me të vërtet je shejt, o Zot, burimi çdo shejtërie. Ty, pra, po të lutemi, shejtroj këto dhurata me hirin e shpirtit tënd, që të bëhen për ne korpi e gjaku i Zotit ton Jezu Krishtit. Ai, kur vullnetarisht po pranonte mundimet, mori bukën, të falenderoi e theu, u dha nxënësve të vetë dhe tha: Merrni e hani të gjithë prej këtij. Ky është korpi im, që do të flijohet për ju. Po ashtu, pasi u krye darka, mori edhe kelkun, përsëri të falenderoj, u dha nxënësve të vetë dhe tha: Merrni e pini të gjithë prej tij. Ky është kelku i gjakut tim, i beslidhjes së re dhe të anëshuar, që do të derdhet për ju e për shumë njerëz për faljen e mëkateve. Bëjeni këtë në përkujtimin tim. Misteri i fesë. E shpalim gjalljen tënde, dhe e presim ardhjen tënde me lumturi. Prandaj, o Zot, duke e përkujtuar vdekjen e ngjalljen e birit tënd, po ta kushtojmë bukën e jetës dhe kelkun e shpëtimit, e po të falenderojmë që na lejove të qëndrojmë para Teje e të shërbejmë Ty. Po të lutemi me përvujtëri që Shpirti i Shenjtë na bashkojë në një trup të vetëm, të gjithë ne që po marrim pjesë në korpin e gjakun e Krishtit. Le të bëni mend, o Zot, për kishën tënde të shpërndarë në katëranët e botës, për sosën e dashuri, bashkë me papën tonë Leonin e 14, me i peshvin tonë Dodën dhe me gjithë me shtarinë. Le të bjenë në mend edhe për vëllezërit tanë e motrat tona të cilë pushon me shpresë ngjalljes, edhe për gjithë ata që vdisin mëshirën tonë, pranoj edhe ta drejtën e fytyrës ate. Po të lutemi ki mëshirë edhe për ne të gjithë që të bëhemi pjesëtar në jetën e pasosur, me Marinë Vjergjën Kyllindëse, me Shën Josefin fatën e saj, me Shën Tabosem e me të gjithësetit,
që gjithjerë të përqyrë që të padhërëm e të lëvdojmë në për Jezu Krishtit bire tatë. Në për Krishtin e me Krishtin dhe në Krishtin, ty o aty I gjithë pushtetshëm, në bashkim me shpirtin shenjtë, të qosh do ndëri me lavdi, për të gjithë shekujt e shekujve. Amen. Të nxitur nga urdhri I Shelbusit dhe sipas mësimit të tij hyjnor, marrim guxim të themi: Ati ynë, që je në qiell, u shëntroft emri yt, art mbretëria jote, u baf vullnesa jote, si në qiell, ashtu në tokë. Bukën tonë të përditshme, na jep sot, na I fal fajet tona, si I falim ne fajtorit tanë, e mos na lër të bijem në tundim, por na liro nga I keqi. Na liro, po të lutemi, o Zot, prej të gjitha të këqijave, dhe për mirësinë tënde na jep paqe në ditët tona. E në saj të mëshirës sate do të lirohemi përgjithmonë prej mëkatit, e do të jemi të sigurt prej çdo turbullimi, duke e pritur shpresën e lume, ardhjen e shpëtimtarit ton Jezu Krishtit. O Zot Jezu Krishti, u ke thënë apostujve të tu për lë paqen, po ju jap paqen time. Mos I shiko mëkatet tona, për fejnë e kishës sate. Jepi asaj, sipas vullnetit tënd paqe dhe bashkim, ti që jeton e mbretëron në shekuj të shekujve. Amen. Paqja e Zotit qoftë gjithmonë me ju. Dhe me shpirtin tënd. Kësht paqë të Krishtit, që është dhurata më e madhe e Krishtit të ringjallur, ta bashkëndajmë me njëri tjetrin. Ja, qenjë hyjt, ja ai që shlyen mëkatet e botës, lum ata që janë të grishur në gostinë e qenjit. O Zot, nuk jam I leje, që të marr pjesë në tryezën tënde, por thuaj një fjalë të vetme, e shpirti im do të shërohet.
vëllezër dhe motra, në përfundim të kësaj meshe falenderojmë Zotin për këtë ditë të bukur që na ka dhënë sot e për këtë ambient kaq të mrekullueshëm që e keni kriju. Një falenderim të veçantë për motrën që ka dekoruar kishën edhe Elterit të përpara e juve që na keni rregulluar ambientin kaq bukur me tepija të kuq. Në një atmosferë kaq solemne kremtuam festën e pajtorit tonë në Shënkollit. Falenderojmë shumë edhe njëherë Don Fatmirin për meshën që udhëheqi, fjalët e bukura që na i drejtoi. Mos i harrojmë rënjet tona, mos harrojmë të kaluarën tonë dhe me ndihmën e Zotit, pajtorit tonë Shënkollit, gjithë atyre njerëzve që kanë punu, janë fliju për lirinë dhe të mirën e adeut tonë, ta gëzojmë Kosovën tonë të dashur. Po ashtu, edhe njëherë i falenderoj Don Pashkën dhe Don Ambrozin që janë sot me neve, korin tonë dhe gjithë juve këtu të pranishëm. Falenderojmë këshillin e famullisë për çdo gjë të mirë që kanë bën që kjo festë më shku kështu bukur. Edhe njëherë nderuar i kryetar, faleminderit shumë për praninë tuaj bashkë me bashkëshortën, edhe për çdo gjë të mirë që bëni edhe për komunitetin tonë, edhe për komunën tonë. Të dielën e kemi festën e Shënkollit në Velezh, festa pajtorit tonë po ashtu në Velezh. Meshën e orës 11 do ta udhëheqi peshvyyn Monsinjor Tot Xherxhi. Prandaj ju thras që çoni kohë të vini dhe së bashku të vazhdojmë me kremtu festën e pajtorit tonë Shënkollit, të lut për familjet tona, për kishën, për popullin, për Kosovën tonë, për jetët që ne i kemi në zemrat tona e ato lutje që dëshirojmë t'ja kushtojmë Zotit çdo ditë. Falenderojmë edhe zërimin, bekimin bashkë me bashkëshortën e vet që po ashtu kanë ardhur prej Stublës, muna e zmadhu festën. Bashkë me Don Fatmirin janë edhe disa të ri dhe treja nga famullia Stublës, që po ashtu ju uroj mirëseardhje dhe qëndrim të këndshëm të në mesin tonë. Për shumët festa Shënkollit të gjithve, një urim të veçantë për ju që e keni ditën e emrit, uroj që të festoni dhe të kaloni bukur me miqtë dhe dashamirët e juaj në drekën që ju e keni përgatitur për ta. Shënkolli ynë i mirë vazhdoft me ndërmjetësu të Zoti për nevojat tona, për neve si familje, për kishën dhe për popullin tonë. Për shumët e me gëzime, priçi dhe festofshi gjithmonë çdo festonën, edhe fetare, edhe kombëtare, kudo dhe kado që të shkoni, Zoti ju bekoft me të mirat e veta. Para se ta jap bekimin, lejoni t'ju uroj edhe unë për shumat festën e Shënkollit. Vërtet jam i gëzuar, s'kam qenë një kohë gjatë në Cellagrazh dhe kam marrë dhe kam pa këtë ambient kaq të bukur, me shumë njerëz që i njoh, miq e dashamirë, familjar. E kam pranuar me shumë gëzim që të vi dhe të jam bashkë me ju. E ku ka më mirë që me bashkënda gëzimin familjar, meshtari, besimtarët, njerëzit të cilët punojnë për të mirën e kësaj zone. Kjo zonë është me histori të madhe. I thash Dom Alberti këtu afër e kem këtë kabashin e famshëm, të njohur, Prizrenin, Suhareka, këtë kjo zonë është e bukur dhe dashur për mua për shkak se kam shërby edhe në Prizren. Dhe gjithmonë kam kalu në këto pjesë. Festoshi gjithmonë e paqe gëzime e Shën Nikola dhe gjithë ata barit të cilët kanë bashkëpunu me ta dhe kanë qenë bashk dëshmitarë të vlerave të cilat i kemi edhe ne sot në rrënjët tona të identitetit tonë. Ndërmjetësoft ky shejt që të mund t'i bartni, t'i gjallroni e t'i dëshmoni para një bote të trazuar, e cilën nga njëherë shumë e vështirë të qëndrosh në ato themele të forta, pasi çdo gjë lëviz shpejt, por asnjëherë nuk mund të lëvizë vërteta dhe ajo që na bën njerëz dhe të krishterë. Për shumët e me jetë të gjatë. Të lutemi. O hy i gjithëpushtetshëm, në festën e Shënkollit, bëj që kjo tryezë qiellore ta forcoj dhe ta përtri këtë popull, që ta ruaj të pacinuar dhuratën e fesë,
e të ecë udhës së treguar të shpëtimit, në për Krishtin Zotin ton. Zoti qoftë me ju. Ju bekoft hyji i gjithë pushtetshëm, Ati e Biri e Shpirti Shenjt. Mesha o krye, shkoni e jetoni në pace. Falenderojmë hyjin.